me folë për ambjenti cili gjithmonë po metet jo pyetje, po metet çështje e marginalizuar. Në fakt për ambient, çka do bëni për mi mbrojtë zonat e zgjelbërta, ku dihet se nga parlamenti janë shpallsi zonat veçanta, ndërsa nga vetë parlamentarët bën ndërtime në to. Për shembull ta përmendim Rrugovën, Gërmin e të tjera. Po fillojmë prej anës tjetër, zoti Mikullonci. Çka do të bëni për me mbrojtë zonat e gjelbërta, sidomos ato që janë shpall, zonat veçanta prej parlamentit? Ligji në mënyrë rigoroze për të gjithë. Askush nuk mundet me qenë mbi ligjin. Tash në të vërtet, në ata të cilët janë mbi ligjin, ata të cilët për një kohë të shkurt kanë bërë me kriju e pasuri, tash përpos asaj edhe pishkatrojnë atë të cilët vetë kanë shpallë si kur zonë të mbrojtë respektivisht. A do t'ja ardhëzoni edhe këtyre pushtetarëve biu ata? Nuk dëgjoj. A do t'ja ardhëzoni pushtetarëve që kanë... Na jo vetëm që do t'ja urdhëzojmë ato, po ne do të bëjmë edhe vlerësimin e pasurimit të tyre. Çfarë mënyrë janë pasuru, si kanë ardhur të pasurit dhe të gjithë ato raste kur kjo ka qenë jo e ligjshme, ne do t'ia kthejmë atë pasuri përsëri publikut.